Surja e parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Surja e dytë, kapitulli i dytë, surja e lopës. Po çta po du me fol? Ma në men qëta, ndash me mësu diçka ndin, fol për ata që ka thonë Allahu Azza wa Jalla në librin e tina. Ata që ka thonë Muhamedi alayhi salam. Njerëzit kishin pas shef, kanë bindje. Musliman ditën e sodit me vetë një krishter, ose një jahudi, që ka emnin kapitulli i dytë, gjetë që ata shumica e din, po dojnë me të nënçmu, që ka emnin, këtina i vjen marre, kish pas shef, të shkon kapitulli i dytë, kapitulli i sistemit qellor, me fascinu ata. Qëllimi jam sot është hala pa të vetë dikush, po kam qef që mas kësajna që kime një, hala pa të vetë dikush, ti vetë kime provu me kalzu se që ka emnin kapitulli i dytë në librin e Allahut Azza wa Jall. Surja e lopës. Pse lopës? Ndash me mësu dinin vetë vetën ka njerë. Pse lopës? Po hajde lopës. Po pse surja e dytë e lopës? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Këto. Tjetra surja e lopës. Po pse? Kajtë muslimanë sot thojnë, për shkak se në kitë kapitull, në kitë sure, ka folë Allahu Azza wa Jall për lopën të bitë e Izraelit. Në këtë sure ka folë Allahu Azza wa Jall për lopën të bitë e Izraelit, edhe për që ata ka emnin surja e lopës. Apo kisha mu pajtohna, veç pak të përdorëm logjikën. Veç pak, po kam qef, veç një tru ti me përdorë logjikën, edhe me më kuptu që kam të dash me thanë. Unë po pajtohna me ty, s'ka lidhje, po pajtohna. Veç diçka po të veti. Cili është ajeti më i madh në librin e Allahut Azza wa Jall? Kime thonë, ajeti Kursi, të spidova që jetojnë. Ajeti Kursi. Ka është ajeti, tash vetën e ty, në cilën surë është kë? Kime thonë, në surën e dytë, në surën e lopës. Tash thamë ty, cila është më logjikshme? Ajeti më i madh i Kuranit në surën e dytë. Wasia kursiyuhu as-samawati wal-ard. Gjerësia e kursis tina, qiejt dhe tokën. Surja Kursi, kapitulli Kursi, nuk po tham kur gja, unë veç po tham që shtuat pak me ngjall menjen. Pse lopës? Edhim pse lopës, musliman. Që edhe diçka, as kështu s'kam qef me i mus musliman, po veç për me kuptu temën. Ar-Rahman, sura Rahman, sura 55. S'po tham ma shumë. Sura Rahman, sura 55. Nuk po tham ma shumë, veç pe kupton çka po du me thanë. Do me thanë, ky Kur'an është i zbritun për atina i cili është i gjithditun, e din kur e thatë, subhanahu wa ta'ala. Edhe e din ku e rënis, subhanahu wa ta'ala. Pse surja e lopës të në fillim? E din pse musliman? Por shkak se që pëthjeshtësaj, por shkak se qysh kena fol, kur kena fol për e në amd, është ushqim o vëllau jam. Lopa është ushqim. Lopa, tamli sajna është baraz me ujnë për neve, mishi sajna, lkura sajna, shtrojmë loj për neve, është ushqim. A din që thot Allahu Azza wa Jall? Falyabudu rabb hadha albayt. Le të adhurojnë Allahun e kësaj shtëpie. Çabes. Cilin Allah? Alladhi at'amahum min ju'. Allahun i cili ju ka dhënë me hangër. Allahu Azza wa Jall ju ushqen robërit e tina, pastaj lyp prej tyre me adhuru. Allahu jap rrezikun, pastaj lyp adhurimin. Allahu Azza wa Jall ka rëndit në fillim të librit për shkak se Allahu Azza wa Jall po don me dhanë e rrezik. Është dhanë e rrezik. Tëni e lyp adhurimin. Por që ata urdhri i parë në librin e Allahut Azza wa Jall, ja ju nas, o ju njerëz, kulu, hani. Jo abudu, kulu, hani. Hani. O ngit, po, prekojna për rrezikët e Allahut, falyabudu rabb hadha albayt. Le të adhurojnë Allahun e kësaj shtëpie, çabes. Alladhi at'amahum min ju'. Atë Allah i cili u ka mosh barakat me ushqim. Wa amanahum min khawf. Dhe i ka siguru prej frikës. Me hangër kanë, frikë nuk kanë, le të adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, nuk ka salah kur është ushqimi hazër. Ushqimi këto, ti i uritur, ti do të me hangër një hera më falë. Me hangër një herë, tani më falë. Jem të folë për salah, kur ka ko salah, ka ko. Për shumë, drejka tash ka hi, edhe drejka ushtru. Ushtru drejka, koha drejkës ka hi, cilën me ba, me hangër. Je undë, hanë një herë, tani adhuran Allahun Azza wa Jall. Allahu dënë
që ti me hangën herë, tani me adhuru Allahun Azza apo dën hala me një për lopën, veç a mënesh me bo sabër. Nuk ka në librin e Allahut Azza diçka musliman, që e kap, edhe me diçka i mshën insanit vdekur e ngjallet përveç se me lopë. Ka vdek njëri, i ka thonë Allah Azza rëbuhu bi ba'diha, gotitne me pjesë sajna, të lopës, edhe ngjall njëri. Nuk ka diçka në librin e Allahut Azza përveç se me lopë. Bitë Izraelit, jahudit, e sotit, i kanë thënë Musës alayhi salam, lën nasbir ala ta'amin wahid. S'po muna me bo sabër veç me një ushqim. Interesant është se ka përmend Allah Azza wa Jall në këtë faqe. Në këtë faqe lexon nuk mujna me bo sabër me një ushqim. Në tjetrën faqe, në gjysmë faqes çështo drejt. Në tjetrën anë, në gjysmë faqes çështo ju ka thënë Musa alayhi salam, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu po ju urdhëron juve me prejnë lop. Keni na lypin ushqim? Knina i ka thënë, Allahu po ju urdhëron juve me prejnë lop. Ushqim lop. Apo dën, që falo me nga, e çuditshme, në kohët Jusuf alayhi salam, mreti Firaun e ka pa një anër që ju ndal 7 lop në hallshme, zajfta, të lodhta, ju ndal, edhe i kanë hangër 7 lop trasha, çnosha. Edhe u bo marak. Dhe su një ka rënë vije kësaj anër, sa asaja sa ta që ju në kanë rrëthina. E kanë vetë Jusuf alayhi salam. E qyshe ka komentu Jusuf alayhi salam? Ka thonë, 7 lop çnosha, trasha, 7 vjet me bereqet. 7 lop të hodha, që i kanë hangër të trashat, 7 vjet pa bereqet. Do më në kitë ato që ka keni me grumbullu në këto vjet ku ka bereqet, të lop të trashat, të vjet me bereqet, kanë me arë 7 lop të hodha, zajfta, kanë me i hangër këto trashat, kanë me arë 7 vjet, që s'ka me qitë toka bereqet, keni me hangër ushqimin që e keni grumbullu, kur ju në kanë lop të trasha, vjet me bereqet. Lop e vjet. A nuk është e çuditshme kjo? Lop e vjet, 7 lop 7 vjet, 7 lop 7 vjet. Unë nuk e di çka lyp ky truni jon me kuptuar se çto se kupton. Nuk e di çka kupton. Nëse që kjo i doket që s'kuptohet kjo, ose i doket parëndësishme. Musa alayhi salam e ka dërguar Allahu Azza wa Jall melek të vdekjes, edhe i ka thonë melek i vdekjes pas hadithit gjatë që është, i ka thonë Allahu Azza wa Jall po ta jap një mundësi, një shans që të të rrit. Vendose dorën tane në lëkurë të lopës, është lloj lopës. Sa kimet ka aty, çaj vjet. Po diçka shumë po na pështillet kjo, po na pështillet o musliman se është ushqimi joni. Apo marr vesh qysh, është ushqimi joni. Por lyshi nuk kish pas logjik me prej kurbanna. Kurbani joni o musliman, kurban që e bojmë për Allahun. Por fon po tham, këtë për fon, e di që s'm ban sabër. E di që është tjeme, po sabër, po ba sabër, ma ban Allah dhe s'gata shumë. Shejtani nuk shka njerëzve më ju thonë adhurani diçka që s'ka vlerë. E gjanë, shejtani zakonisht gjanë gjana që kanë vlerë. Për shembull i thotë adhurani diellin. E njerëzit adhurojnë diellin. Por shkak se në diell ka elemente, ka argumente për ta me i trajtu njerëzit me adhuru diellin. Normal nuk ja vlen me adhuru diellin. Mirë po shejtani e din që me këta mundet me bindi kanë. Me hanën, me zjarin, me lopën. Nuk është ku me thonë adhuron në qenë, në ke po dyja e Evropa, ngasin mas qenë, ngasin mas moce, a ka dikush që adhuron në qenë? Jo, se s'ka elementën ta, lopën ka. Me lopi ka tratu një nami, ka mashtru shejtani. Por shkak se në lopë ka elemente me cilat shejtani mundet me lujt me njerëzit, me cilat elemente mundet me i bin njerëzit që ja vlen me adhuru. E na muslimant, na thona lopa ka vlerë. Lopa ka vlerë shumë madhe. Sa ka vlerë të madhe, qash ka vlerë të madhe sa që na mujna me ba kurban për Allahun Azza wa Jall. A përshe sa ka vlerë lopa? E bojna kurban për Allahun Azza wa Jall. Kaq, me këtë tapo du me thana musliman, mu se ofenda kur kanë dikan të i thonë lopë. Pe qësaj pozite po du me nxjerë kurbanin tonë. Mu se ofenda kur kanë të i thonë lopë. Lopa për neve ka vlerë. Kapitulli 2 i Kuranit, kapitulli i lopës. 7 lop, 7 vjet. Këtë kjo që e përmenëm, por me kallëzu që lopa ka vlerë. E në qofë se me të vërtet, pas sot, e ban, i thu dikujna lopë, dije që ke bo gabim madhë.
për shkak se e kanë nënçmu lopën. Para mendoni musliman të ngrejnë lopë për kanopi me çu me bë kurban. Edhe sheh kojshia i vet i krishterë ose jahudi, edhe vetë ka për shkak të pres kurban për Allahën. Ka më për kurban lopën. I thotë po ti ai deri dje i nënçmojshë njerëzit të i thon lopë. Domthon me diçka që e kanë nënçmu ta ankohen çato për ban kurban për Allahën. Kjo nuk funksionon në musliman. Kështu s'ban. Për atë arsye largohe. Mos e ba. Këtë të shka thash o musliman, e di që këtë të shka thash, veç Allahu Azza wa Jall mundet me na animu me i kuptu, për shkak se shumë shtirë me i kuptu në këtë kohë. Na kam lu bereqeti Allahu Azza wa Jall tana on. Ka njerëzit me hangër me pi ballë, të shkon ju flet për ushqimin, ju flet për tamlin, ju flet për miqin, njerëzit kanë bereqet ballë, çat dakik që nuk ka ma me hangër, ishe njerëzit sa e vlerësojnë lopën. Pa e është bon, unë po kam qef që na edhe në qitë mirësi me njoft kurbanat tonë. E lusëm Allah në azbëgjën me animu gjithmonë.